10 gjëra interesante që ndodhin në mendjen tonë çdo ditë. Së pari, mendja jote prodhon mbi 6.000 mendime në ditë. Studimet të reja sugjerojnë se mesatarisht mendojmë rreth 6.200 herë në ditë, shumë më tepër se sa mund të përpunojmë vetëdijshëm. Shumica janë mendime të shkurtra, kalimtare dhe të përsëritura. Së dyti, truri yt peshon vetëm 2% të trupit, por përdor 20% të energjisë. Edhe kur nuk bën asgjë, truri është një makineri që konsumon energji pa pushim dhe për të ruajtur kujtime, kontrolluar trupin dhe përpunuar ndjesitë. Çdo ditë, mendja jon ndërton histori për të justifikuar vendimet tona. Shpesh marrim vendime në mënyrë emocionale dhe pastaj përdorim arsyetimin për të justifikuar. Ky është një proces që ndodh automatikisht dhe na bën të ndihemi të logjikshëm. Syt shohin, por truri vendos çfarë sheh. Perceptimi nuk është pasqyrimi i realitetit, por interpretimi i tij. Truri plotson boshllëqet dhe filtron informacionin dhe i jep kuptim në bazë të përvojës së mëparshme. Mendja nuk dallon realitetin nga imagjinata. Në disa raste, kur imagjinon diçka shumë intensivisht, pjesë të trurit aktivizohen, sikur ajo të kishte ndodhur në realitet. Prandaj, anktsia apo ëndrat kanë efekt të vërtet mbi trupin ton. Truri të gënjen me kujtime false. Shpesh kujtojmë gjëra që nuk kanë ndodhur kurrë ose i kujtojmë ndryshe nga mënyra se si ka ndodhur. Ti nuk e vëren shumicën e vendimeve që merr. Pjesa më e madhe e veprimeve tona ditore, nga lëvizjet deri tek zgjedhjet e fjalëve, ndodhin në mënyrë të nënvetëdijshme. Vetdia është vetëm maja e icebergut. Truri do zakonet sepse i kursejnë energji. Sa më shumë të përsëritësh një sjellje, aq më shumë ajo kthehet në automatike. Kjo është mënyra se si ndërtohen zakonet tona, të mira apo të këqija qofshin ato, dhe trurit i volisin. E njëjta ngjarje mund të perceptohet ndryshe nga dy njerëz të ndryshëm. Perceptimi është subjektiv, ai ndikohet nga emocionet, pritshmëritë, përvojat e kaluara dhe madje edhe nga uria, lodhja apo stresi. Truri është i aftë të ndryshojë çdo ditë. Fenomeni quhet neuroplasticitet. Çdo ditë, lidhje të reja krijohen midis neuroneve në bazë të asaj që mëson, lexon, mendon apo përjeton. Truri yt formosohet nga mënyra se si e përdor